A e dini që në Kinë një sër aplikacionesh që përdoren në gjithë botën nuk funksionojnë? Për shembull, nëse ti ke numër kinez, Wi-Fi kineze apo çdo lloj gjëje që vjen nga Kina, Instagrami është e pamundur të funksionojë. Por po kaq i pamundur është dhe Facebooku, si ta shihni, nuk funksionon. WhatsAppi nuk përdoret, nuk aksesohet, nuk punon Netflixi dhe në rrugë nuk mund të përdorësh Uber. Natyrisht që ka një formë se si mund funksionojë. Ata kanë aplikacionet e tyre, qoftë për alternativë ndaj WhatsAppit, qoftë alternativë ndaj Instagramit, qoftë alternativë ndaj Uberit në rrugë. Por ka një mënyrë, për shembull, nëse ti merr eSIM, për shembull, unë përdor 99 eSIM jashtë Shqipërisë, eSIM-i të lejon që ti aksesosh aplikacionet europiane nëse ti logohesh pa hyrë brenda territorit kinez. Njëkohësisht, versioni i dytë i mundshëm është ndryshimi i VPN-s. Nëse ti ndryshon VPN-n dhe vendos një VPN tjetër, pra në një vend tjetër, mund të përdorësh lloje të ndryshme të VPN-s, sërish ti arrin ti përdorësh disa nga aplikacionet. Por është shumë e vështirë, pra është e komplikuar, ndërkohë që për kinezët është e pamundur. Çfarë po i thosha menaxherit të hotelit, a mund të logohem në Wi-Fi në hotelit për të bërë uploadimin në Instagram, dhe më tha, jo, edhe unë do doja të kisha Instagram o WhatsApp, por tek ne nuk lejohet. Kështu që o do merrni eSIM, o do ndroni VPN-n në mënyrë që të aksesoni. Kina është një pjesë tjetër e botës shumë ndryshe nga pjesa që ne e njohim. Ka apet e saj, ka filozofinë e saj, ka stilin e saj të jetës. Nga Shanghai.